Selam aleikum, hoq thot nuk bajnë më pyetje se nuk po mi kthen. Aleikum salam rahmatullah, që ta ktheva pyetjen. Nuk është e mundur me i kthy të gjitha pyetjet. Nga qindra sa vin, kthehen 10 eventualisht 15 në rana ditës, që e shoh unë se është më dobishme për popullin. Unë e di se ka dikush që thot po e kthen këtë pyetje, e s'po e kthen pyetjen time. Për shembull, a bën me çu fëmin te mullini apo të vorë i mirë për me fol. Dikujt I duket që nuk është e rëndësishme kjo, por kjo është direkt prek besimin. Njerëzit të cilët besojnë se ka mullin që I shtin fëmijët me fol, apo ka varr të mirë që ja u largon njerëzve kancerin. Kjo është kufër. Kjo është më e rëndësishme, ty duket si ajgare ose si budallaki. Po kjo është shumë më e rëndësishme se sa problemi yt. Jo m'ka këshyr vjera shtrëmt, jo ja ku gjetë burrit në telefon të më ofendu me motrat e veta. Unë e di se ty, personal ty, prek ndoshta qaj rasti yt ma shumë, por dobia e përgjithshme që ka të bëjë me besimin është ma madhe se sa një rast personal I në individit. Prandaj e bani pyetjen, pastaj nëse shihni se 3-4 herë nuk po kthehet përgjigje, mos e bën të njëjtën pyetje. Se ka rast kur unë nuk qëllimisht edhe disa pyetjeve ju iki. Kemi rast, është nikabi, është peçja, obligim. Nuk është rani për këto tema me I qelë. E këtë pyetje, çdo ditë ma bani njëjti person. Së në rregull kjo.